e ndoqëm së bashku edhe udhëtimin ton për në Gjermani, por gjithashtu e ndoqëm edhe një intervist kaq të mirë bashkë me pronarin e restaurantit, të cilin e kemi pas sot. Keni mundur ta shihni edhe atmosferën, por gjithashtu edhe një pjesë të historisë nga gjithë formimi pra i këtij restoranti, por gjithashtu edhe si ka vendosur me hapa atë restorant. Këtu bashkë me mua tani në studio janë Bujar Bela dhe Feyzi Zejnullahu. Mirë se vini, mirë se po takohemi edhe një herë. Është kënaqësi e madhe mi u pas në këtë muaj në Gjermani këtu në studion e Pasion e Profesion. Faleminderit. Bujar, si ke kalu këto ditë në Kosovë? Mirë, si gjithë. Që po shkon gjithçka, apo ki punë, a veç po kënaqesh? Jo, unë punoj edhe në Kosovë, edhe në Gjermani, kështu që punë e kam. Po në Gjermani ma shumë. Këto ma shumë për qef. Këto ma shumë për qef, po. Ta pysim pak edhe Feyzën se si po kalon këtë ditë. Përshëndetje. Mirë se ju gjatëm në njerë, faleminderit e njerë për ftesën. Mirë se keni ardhur, është kënaqësi e madhe mi pas. Ndryshim me Bujarit e kemi pak më afër se po jetojmë në Prishtinë. Përgjithësi faleminderit për kohën që keni ndahur për neve. E besoj edhe na mi u kënaq me prezencën tonë këtu sot. Po pak para se me ju pyet se çka keni me përgatitur sot, po shkëputemi për një blok të marketingut edhe rikthehemi vetëm pas pak të në studion e Pasion e Profesion. Jemi përsëri bashkë në studion e Pasion e Profesion, e tash është koha me i pyet Feyzën bashkë me Bujarin se çka kanë me përgatitur sot në studion tonë. Atëherë Aliona, sot kena menduar me bëni lobster. Po. Është një krijesë që nuk e kena shpesh në Kosovë. Një lobster bashkë me erza në furrë. Erzat e Podravkës. Po, erzat e Podravkës, gjithmonë. Normalisht. Bujar, po ti çka ki vendos me përgatitur sot? Po e shoh përsëri këtë rrotën e parmezanit. Po, unë sot e kom bo përgatitjen një pasta me artiçok. Edhe pse është një bim që është shumë e mirë për zemër, që preferohet shumë, me përgatim me patligjan, tomate thata, edhe me pak gësutër, me pak spec djeks, që me pru shien ashtu që e dën klienti. Sa e mirë. Do me thonë, kjo rrota përdoret për gjitha pastat. Ti e Po, ki kështu shumë qef. Po, parmezan. Kjo është unë e kam shumë qef, se shumicën e pastave ju fqesim me parmezan, sidomos këtone që janë me që ka tomate, nuk preferohet shumë kënë pasta që janë me peshk, po tjera çka janë, për shembull parmezanin, mos është kuzhina italiane, atë e përdorin mdukët edhe me espresso. Për ta dinë këtone që edhe unë e përdori shumë parmezan. E po më mirë, po besoj që javën e ardhshme nuk e di çka kemi na përgatit, mos e zbuloj tash, po edhe javën e kaluar Bujari ka përgatit pasta, kështu që po më duket që këto pastat i ka më shumë ti përqefi. Si doni ju kallzoj, veç tujti ka, po, s'ka probleme. Nëse e kemi nuk, jo ma mirë, ma mirë, felome për javën tjetër. A ju duhet diçka? Po më duket ju duhen produktet, apo? Bujar, mundesh me marrë shportën, edhe Feyza e merr shportën dhe vazhdojmë me i marrë produktet tek këndi i ETC-s. Të gjitha produktet pra kuzhinierët e Pasion e Profesion, por gjithashtu edhe ne në shtëpi tona i marrim tek ETC-ja, sepse mundin me i gjetë të gjitha produktet, por gjithashtu edhe me çmime shumë të voletshme. Po e marrë edhe një Vegeta unë, e cila është paketimi më i ri, pra është shija e njëjtë, si gjithmonë, Vegeta, por është paketimi më i ri, i cili është në treg. Tani mund ta gjeni në të gjitha dyqanet, edhe mundin me ble me pas në shtëpit e juaja. Më falë, Bujar. Me çka ki me fillu, Bujar? Unë do ta filloj një artishok, me zemrat e artishokit, dhe do ta bëj një pjesën e pastave që ka me bëjë pagës në furrë, që i vinë mas t'ja baj sosin, ato kanë me arë për mi pastat. Kjo është një zeleri që e përdormina, edhe pak porim se në fond kemi me qitën. A të ndimoj? Faleminderit shumë. Kam ma shumë gjona, po janë ketë ka pak shka i qesmi, kështu që fillimin e kam unë. Edhe pastat, po besoj që
Shikuesi tashmë e dim, por po ju tregoj që bujari dhe këtu gjithmonë përgatiten pastat e P&K, sepse janë më të mirat. Po të lone me vazhdu ty. Po s'ka lidhe, si dush mi po dur t'i bret, jemi se ardhën. Jo, unë s'po përzina ma mirë, veç po ju shoh, e provojmë fond. Liana, këtu e kena lobsterin. Që na vjen një freskët. Jena mundu me pru pak i jukë të Shqipërisë, Kosovë, edhe pse jena të fillu ofër sezonit veror. Atëre kjo është një mish që është pak i shtrejt për shumicën, do në 1 kilogram shkon dikun 55 euro. Puna që është i shtrejt është se të mohon kjo rritët dikun thellësinë 15 dhe 150 metra thellësi detit. Edhe është problemi që është nuk është shumë lehtë për mukap. Do mohon ka metoda që duhet mukap përmes kafazit, që vendosin ndaj mysh, ndaj sen, që ky me i mrenda dhe me zonë përmes kurthit. Edhe është problemi tjetër që është e kjo rritja, për me arrit një pesh 500 gram, një lobsteri duhen dikun 5 dhe 7 vjet rritje. Këta arrin masën maksimale mund me arrit 1 kg dhe 1 kg 500 gram, që është 10 dhe 15 vjet i vjetër domethënë. Po, besoj që edhe ju e keni vrejt që kohëve të fundit më shumë është duke shku, duke u përdor, duke u ekspozu edhe na në Kosovë kështu me ushqimin e detit. Sa mundesh me vrejt dallimin prej atëherë kur ke fillu edhe punën para 7 viteve me tash? A mundesh me na tregu? Tash, atëherë mendoj 3-4 vjeçarin e fundit, ka fillu mu pëlqy shumë ushqimi i detit, dhe ka fillu me hongër të gjitha masat domethënë. Prej karkalecit, oktapodit, kallamarit, vongoleve, ostrikeve, lobsterit e shumë të sene tjera. Për salmonin, levrekun, besoj që në kontra ka kohë gjatë që i përdorim ne si shoqëni. Po këto tjerat kanë fillu më ardhë edhe këto shumë edhe mu pëlqy, ka gjasi shumë. Fejz, po ti ku e gjem vetën më shumë të cili ushqim? Unë për veti e kom ketë ka pak, po besoj mas shumë të e gjej vetën të mishi, që në edhe në popullë që jam shumë mish ngrënës, po shumicën e senave jam mirë të ketë ka pak. Me konsumu apo edhe me përgatit? Edhe me përgatit edhe me konsumu. Okej, të dyjat. Bujar, a ke fillu? Unë Ska po ndodhë dhe te? Ja fillova, mas pari për shembull, është një citar artiçoki, është një bim që është ekstrem e shëndetshme për mëlçin dhe zemrën. Tone i kemi tamsena anchovit. I bëjmë të dyat me anchovit. Këta nuk ka nevojë për shembull me qita skry pas kur gjo. Arsyeja është se pse ançovet gjithmonë kanë shumë kryp, po. Okej. Dhe për shkak që tash na vin parmezani gjithë. Pjesa më e mirë është për shembull që tone janë si produkt që shtune janë shumë shëndetshme. Këto janë tash gati për në forë. Dhe ja. Cili është ushqimi që mas shumë ti kanë qef shqiptarë, sidomos kur vinë tek Trattoria Portofino me provu? Po, shqiptarë kur vinë te Trattoria Portofino gjithmonë dojnë me hongër mish, ndoshta konë se tash në Kosova ka nisën edhe mu vedisue, pe din se qysh është mishi, përpara kanë lypën gjithmonë pjekën, po tash kuzhina, kultura e ushqimit në Kosovë ka përparu në këto vitet e fundit ekstrem shumë. Të morë nështë prej Shqipërisë, pakës edhe njerëzit që tash kanë mujtë medalën edhe jashtë, po në Kosovë u vedisue shumë kultura e ushqimit. Kështu që unë e gëzona për këtane. Po prapë qëndrojmë tek mishi. Po, qëndrojmë tek mishi, po mishin mundesh me bo me shumë sos. Varet se kush mbas shijeve. Rejona këtu veç që këna bo ndarjen e lopserit mes, është një fat i madh për neve shqiptarë si popull, që e kena në det pasën se jugu i Shqipërisë, që muna me kultivu shumë, muna me kap shumë specie të tilla, që jemi saranda, botrinti, borshi, janë të pasuna me shumë pasuri të mëdha detit. Na si shqiptarë e kena fatin që i kena në mesin tonë. Të na mundu me pru pak botrint të kjo pjatë, sepse i kena edhe gurt. Pasion e profesion. Edhe gurt e kësaj pjatës i kena të mbledhur për botrintit, që i keni mi pa në montim, pjesën finale. Okej, po pres prone. E ne, përderisa janë duke u bërë gati Fejza bashkë me Bujarin, po shkëputemi për një blok tjetër të marketingut, përqëndroni me ne, sepse do rikthehemi vetëm pas pak.
U rikthyem nga bloku I marketingut e unë po du mi ju tregu për 2 produktet e reja nga Podravka. Nga Lino, Baby Musli, të cilat përmbajnë pra këtë që e kam dorë është përzierje drithërash me kumbull dhe me hurme, dërsa kjo tjetra është O Plant, e cila është përzierje drithërash me kakao, me hurme dhe me fara të ndryshme, fara lirje, fara të tjera. Këto janë pra 2 produktet e reja nga Podravka, të cilat mundeni me I gjetë në të gjitha dyqanet, me I ble edhe me I provu sepse janë shumë të shishme. Edhe tash përsho që këta 2 kuzhinjerët tanë, pra Fejza bashkë me bujarin janë gati, veç se I kanë përfundu pjatat. Kanë përfundu. Si që ta thashe më arët, këna mundu me pru pak ju Shqipërisë pasion e profesion, pse kanë fillu të nxehta më tashmë. Faleminderit. Edhe rrova këta gurë këtu I kena të mbledhur prej borshit, domethënë edhe prej butrintit, po mere. Edhe shef që janë Po e mbaj kujtem kështu. janë të lëmum, domethënë prej valve detit, edhe prej rërës, A bën çfarë? cilën dush mere. Sa I bukur. Po e marr, po e mbaj kujtem. Faleminderit. Nga epizoda e sot me pasion e profesion. Faleminderit shumë. S'përse. Po duket shumë e bukur, edhe po besoj që është shumë e shishme. Tash e provon, Tash kemi me provu. e verdiktin final. Bujar, a është gjithçka gati edhe te ti? Të unë është gjithka është gati, kjo është pasta me artishok, edhe është një past shumë e shneshme për shembull, se nuk ka opla, nuk ka diçka tjetër, po është e shneshme shumë. Kështu ne, I shpërshije, na tregon jo. Unë e përshkoj edhe te mysafiri që e kemi. E tashmë mysafiri veç është duke prit me I provu pjatat së bashku. Përsëri me mua këtu në studio është Vlerim Canaj. Vlerim është vërtet kënaqësi e madhe me të pasur në këtë epizod këtu në Pasion. Më ftove 2 herë. Gjithmonë për sende më të mira, faleminderit. Është kënaqësi e madhe, po nuk thrasë rastësisht sepse ti ke lidhje. Siç kemi biseduar edhe javën e kaluar, ti ke lidhje me Gjermani, me Austri, din më shumë. Po, absolutisht. Po tashti, sikur që e thash edhe javën e kalume, tashti në gjithmonë e kemi parasysh që I kemi 2 artista këtu dhe e shohim se çfarë arti kanë kriju, çka është risi. Kemi me I provu pjatat, po të pyes njerë se cili është ushqimi ju ti preferum? Kështu. Me të thënë drejtën nuk e dalloj aziatiku po, varet natyrisht shumë varet edhe çka, po më duket që edhe na e kemi kështu shqiptarët, kur punat e ushqimi italian s'mundemi me thënë ju. Me të gjithë çka që të vjem mbi tavolinë, gjithmonë e ki ajtë ta provoj. Po kur të filloj me provu ta na I s'nalemi. Kështu që po, italian është, francez të zinë mirë, po ushqimi ma I Që mirë. ti kërkon gjithmonë. Kështu. A ndoshta Diçka që më shkon me një herë mendja, po din kur asot, tashti, natyrisht në qovë se flasim për këtyne 2 ushqimeve, natyrisht që është italian. Ne njofim aty ti italian të jemi gjithmonë. Para se ti thras edhe kuzhinjerët këtu me na sjellë pjatat bujarin bashkë me Fejzën, dua të përmend gjithsesi Premium Bakery, I cili gjithmonë na sjellin këto produkte kaq të shishme, por gjithashtu mundeni me gjetë të gjitha këto produkte në dyqanet e tyre, që tashmë mundeni me gjetë pothuajse në çdo lagje, e unë po I ftoj tash edhe kuzhinjerët. Po I ftoj bujarin bashkë me Fejzën, këtu me na sjell pjatat, kam përgatitur diçka fantastike. Çka morre ti atë? Jo, në s'mora kur gjo. Alo, nuk I kam provu. E fillova mu... Tash mos ta bëj me hile. Ja, fillova mu ba xhelaz. Jo. Tash mos ta bëj, kështu mos bëj hile, po e loj provojmë bashkë. Jo vetë mira. Sa bukur. Ladies first. Okej, apo na tregon pak Fejzë dhe pastaj edhe bujari, se qysh keni arrit deri te ky përfundim. Atëherë këtu kemi një lobster të pjekur në furrë. Është një pjekje 200 gradë, duke për 12 minuta. Ka erza dhe gjallë, ka timo, majdanoz, rozmarin, mente, bërзилок, ka edhe qep të re, edhe pak hudhër. E këna edhe pak llajm këtu. Për më shumë aciditet edhe për më shumë aromë verore. E që boft mirë. Me çfarë vere tash ti me pikë? Atë nuk e di. Edhe më shumë me verë të bardhë. Me verë të bardhë, po.
Verën e bardhë nga Bela, pra nga Bujari. Me tjetër verë nuk shkoni. Do me thonë bujari për posë që po nazin, po na i bjenë edhe verën këtu. Nga rënë gjithmonë gati. Pa verë të bardhë nuk shkoni. Ti, pas ta shkon me verë të kuqe është më e sheshme. Okej, pra. Qush po i ndojmë? Cilën po e merri? A e bojmë kështu, fillo ti, unë e me njëherë mas te. Ku do që... Okej. Bujara, a mundesh me na tregu edhe ti pak si ka ardhur deri në përfundim të kësaj pjate? Kjo është një pjatë, si kur e ceka dhe më herët, është një pjatë shumë e shëndetshme. Sidomos, artiçoki është për zemrën ekstreme ushtimje. Dhe për mëlqi. Për mëlqi është po. Kjo është një pastë e mbushur me artiçokën, mrena, e kështu që është me zileri, ka patligjan thatë, tomatet thata që i thoni, ka pure, ka peperoncini, spec djeks, edhe hudër. Presh. Pure is fresh, ashtu një vetë. Kështu që ju bof mirë, ha? Po e filloj këto. Ma shpejt se s'unë po pres. Unë e pak ma e vështirë. Më në marë që shtonë e ma lejtë në shta. Gjithë. Faleminderit. A me prita... Mos prit heq. Ora ma shumë. Kjo është perfekta. Mos të leo pak sa. Shumë të shishme. I lumë shindurt. Jo, pas. Faleminderit. Do me thonë këj muaj i Gjerman, po shkën kështu me ushqime në kullushme, tepët të shishme. A i pajtimit lirim. Problemi është që pozita ma e keqe është kur s'di që ka thu. Në kuptimin e asaj o kejtë cëllit. Mirë që s'kemi me vendos kështu në mes dyjave. Mirë që nuk është garë. Absolutisht. Mirë në vesh edhe hap në një restoran bashkë, ose maru. Si javën e galu me komenti. Faleminderit shumë Bujar, faleminderit shumë Fejs. Gjithashtu faleminderit shumë Blerim që u bashkove prap në pasion e profesion. Faleminderit që juve. Faleminderit shumë. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme në të tre. Por, para se me përfundu këtë mundesh me ardhë. Jo, s'mundëm. Faleminderit. Edhe pse po jam xheloz se kush e di kush e shijon këtu ushqimet mira. Mundesh me ardhë, je i ftum. Veçaj vjerë. Shikues dashur, po vazhdoj me recetën e ëmbël të artës dhe rikthehemi përsëri këtu në studio përsëri.